paqësore? Shikoj, nuk e besoj. Nuk e besoj sepse për shkallëzim do të thotë mjet më të madh presioni që të rrezohet Rama. Por jam 1000% sigurt që Rama sikën as me paqësore dhe me as për shkallëzim. Pati një përshkallëzim shumë të madh në Turqinë e Erdoganit në 2016 dhe jo vetëm që s'ndodhi asgjë, i pati me vete kundër atij, ushtrin, policin, gazetarin, drejtësin, popullin edhe sot një vit më vonë Turqia po bëj një parantezë, jep këtë spektakël të trisht dje ku shumë nga kolegët tanë janë arrestuar. Kështu që nuk e besoj. Përkundazi, kjo protest po jep frutet e saj dhe shoj përse fal që ndrueshmërisë së saj në kohë ka thyer çdo rekord kohëgjatësie, çdo rekord në Evropë. Nuk njoh shembull të njëjtë kohëgjatësie si me këtë protest që ka rrisur në qeshorit në Shqipëri. Kohëgjatësia që dëshmëria i dha ndërkombëtarëve mesazhin që vërtet Rama të rriqet, por dhe këta nuk të rriqen. Dhe këtu është luajtur tek pika e dobët e ndërkombëtarëve, të cilët nuk e preferojnë as pak hutjen në territore të panjohura. Kur zgjat kaq shumë një protest, je detyrimisht në një territor të panjohur, sepse nuk di çfarë do të vonë dhe mundon dhe ajo që ti bëre pyetjen dhuna, një dhunë që ti s'e ke parashikuar që po mund të jetë një dhunë aksidentale dhe pastaj gjërat shkojnë shumë më keq. Pra kjo i ka detyruar ndërkombëtarët tani them shpesh të shprehje të vështrojnë për nga një plan B drejt Shqipërisë, nga një plan post Rama, pas Ramës. Si është plani B post Rama? Plani për post Rama është që sot keni këtë lajm të jashtëzakonshëm para 3 ditësh, kur një nga kongresmenet më të afërt dhe më të influencueshëm tek Donald Trump, Joe Wilson, kërkon ndaj Shqipërisë në Kongresin Amerikan as më pak dhe as më shumë atë që SBA-t kërkuar dhe vunë zbatim ndaj Venezuelës. Pas Venezuelës, Shqipëria bëhet vendi i dytë ku Kongresi Amerikan për të miratë një ligj që vë nën hetim Edi Ramën vetë dhe qeverinë amerikane dhe qeverinë shqiptare në globalitet, nëse kanë apo jo ndikuar në narkotrafikun në Shqipëri. Është e jashtëzakonshme nëse dikush mund të thotë që kjo nuk bëhet për të rrëzuar Ramën, atëherë çfarë është? Lajmi i dytë pritet sot pas pak orësh, Flavio. Nëse sot do mendoj që të ndodhi, del lajmi që nuk është Rama që shkon në Ankara, në samitin e NATO-s, por është Bajram Begaj pas refuzuar. Atëherë çfarë doni më të për ju? Çfarë doni më tepër juve? Ka filluar numërimi mbrapsht për Edi Ramën nga ndërkombëtarët, nga amerikanët. Por kjo fal pikërisht që ndrushmërisë nuk ka nevojë për dhunë. Fal që ndrushmërisë në protest. Pastaj plani B është që nuk mund të ketë më të ardhmë me Edi Ramën, Fatima i ndërkombëtarëve, i miqve tanë, Aladedan Fatima i amerikanëve është në stolin politik të rezervave në Shqipëri, i ka të gjithë për amerikanë. Do ishte më keq do ishte më komplikuar që apo që Rama çdo ndodhi me BE-n, me zjerimin, çdo ndodhi marrëdhënet me SBA, por nuk ka asnjë problem. Në Shqipëri, stoli i politikës, duke përfshirë protestën, është plot dhe ekskluzivisht me pro-perëndimor dhe pro-amerikan. Ai që nuk dinin ndërkombëtarët ishte nëse kjo protest do të dashur apo jo, nëse kishin bënë me disa të rinj të iluminuar, romantik, si ke Les Miserables, të mirët e Victor Hugo's, që bën një javë protest dhe pastaj kthehen në shtëpi. Por tani që kuptuan që janë vërtet shumë serioz të rinj. Shumë serioz, nuk thërën mbrapsht. Ka filluar tani përgatitja e planit të B. Është fillimi i fundit të Edi Ramës. Ky është hetimi. Dakor, megjithatë, për të rikthyer pak tek protesta Aulon dhe Genci, ka lëvizje të çuditshme
A janë mitomani apo ishe të natyrshme dhe të shëndetshme përpjekjet për të pasur kupol apo grup organizator, ka një kuvend edhe nga kolegët tanë kemi dëgjuar, nga ana tjetër ata që gjithashtu njihen si organizator dhe kujdestar të protestës distancohen nga këto. Si e shikon këtë moment? Unë personalisht jam kundër Duhet një kokë, s'duhet një kokë? Jo, unë jam kundër